Shiko, me që të emocionuam e të prekëm shumë, të ndrojmë pak atmosferën. Po shqyqe. Si thua? Më mirë të ishte. Flasim pak për muzikën, për krijimet e tua. Ti hyre në fakt me këngën e fundit që ke realizuar me Eglin. Po, është kënga që kam realizuar me Eglin. Vetëm pak kohë më parë, s'ka shumë... Ka, një muaj e pak ka. Dhe nuk është hera e parë që ju bashkëpunoni, bashkë. Di që Eglin e ke patur edhe në një këngë tjetër, po si modele, le themi, apo aktore. Ka qenë protagoniste e një këngë më parë që kisha lançuar. Ju jeni miqë, mos gabojmë, ajo është Mikeshe e Nisës prej kohësh. Po, është Mikeshe e Nisës, edhe Mikeshe ime tashmë, sepse në i herë ku kalon dhe 2 muaj brenda një shtëpie, sigurisht krijon edhe atë relata, domethënë është... Po tani Egli më e mirë si këngëtare apo si aktore në klip? Dgjoj, Egli është dhe aktore. Domethënë i ka të dyja profesione, edhe aktore dhe këngëtare, dhe nuk por mendoj se si këngëtare është më mirë në kuptimin që ka shpirt dhe jetë nga betja, për sa i përket këngës. Interesante, ti nuk e patur vetëm Eglin në klipet e tua. Ke patur dhe një tjetër emër që në mënyrë ironike lidhet me këtë Big Brother edhe me fituesin e ti. Flas për Gjenetën. Ka qenë dhe Gjeneta. Në një herë ironia e fatit, ti sjell 2 persona që janë përfolur për... Ti nuk njihesh me Gjenetën? Jo, me Gjenetën nuk është se njihesha. Gjeneta ka qenë në propozimi një agjencie castingu që ma propozuan si protagoniste në klip. Ndërsa Eglin më tepër ka qenë Enisa në mes. Natyrisht. Ka folur Enisa. Tash të bëjmë pak e keqja unë dhe të them kush është më mirë në klip. Egli është këngëtare, është artiste dhe nuk është se te klipi im ka ardhur më tepër ka ardhur për nder, domethënë dhe për miqësi se sa për të qenë modele edhe te kjo. Kështu që tek pjesa e zgjedhjes për një modele normalisht ndoshta mund të ishte më adekuate, mund të ishte Gjeneta sepse atë profesion ka. Ka, e kuptoj. Domethënë që është modele, ka qenë pjesë She's on Top. Pra si modele do zgjidhje Gjenetën? Si modele Gjenetën, për këngëtare, për të bashkëpunuar absolutisht Eglin. Po Gjestin? Do e bëjnë një bashkëpunim me Gjestin? Kemi një 2 projekte, nuk e di. Domethënë çdo gjë ja lëm kohës, nuk është se jemi ndahen gjërat me thik tek pjesa e bashkëpunimeve, po sigurisht që kur mbasi të qetësohet pak, do ulemi, do flasim dhe ndoshta mund të... Se jo një këngë bashkë. Patjetër. Super. Nuk e di se sa në Kosovë ke ndërmend domethënë kuptimin të hysh në tregun e Kosovës apo të bësh ndonjë bashkëpunim atje. Por është dikush që pasi të pa në Big Brother, dëgjoj historinë tënde, na kontaktoi gazetaren Migenën dhe kishte shumë dëshirë që të bënte një projekt me ty. Ja ta shohim pak bashkë. Përshëndetje Ariona, une disha të bëjmë një gjallë publike sot tek emisioni yt, pasi që Kelly e shfaqi linjën e jetës tek Big Brother, ne si ekipe morëm për obligim që t'ja bëjmë një dhuratë. T'ja bëjmë një video projekt dhuratë për Kellyn, i cili na është dukur njëri prej konkurrentëve më të mirë në Big Brother, ka qenë tamam vetvetja, ka qenë ai që duhet jetë, një burr që ka tregu një inteligjencë, ka tregu një familjar të mirë, mbi të gjitha një zemër artisti. Ne kuptojmë për pas gjestit që i kemi tonin, personi tjetër që na ka pëlqyer tepër shumë dhe na i ka marrë zemrat ka qenë Kelly dhe për ata kem dashur m'ia bëu një dhuratë tillë. Kështu që e përshëndesim Kelly që të sot aty, i përshëndesim ju në Top Channel gjithë. Faleminderit. Ishte producenti Labinot Nuraj, i cili të pret në Kosovë nëse dëshironi ta bëni një bashkëpunim bashkë. Shumë faleminderit, me kënaqësinë më të madhe. Dhe do ishte i nder të bashkëpunoja me të. Labinoti tha, një nga konkurrentët më të mirë në Big Brother.
Ti si mendon? Rrugtimi yt nuk ishte shumë i gjatë? Patjetër, nuk është se ishte nga ato më të gjatët, po për mua ishte më i bukuri. Me sa di ti e parashikove ose në një farë mënyrë fitoren e gjestit, kështu që nuk është se u surprizove. Gjesti ishte goxha e vërtet. Domethënë gjesti ka qenë goxha e vërtet. Tani si mik i Eglit, mund të pyes çfarë mendon për këtë raportin e tyre që pati goxha ulje ngritje brenda në shtëpi. Çdo çift, shiko, aty gjërat ecin shumë shpejt. Po sot që janë jashtë shtëpisë, mendon që mendoj se ato janë në një fazë njohje që po njohin njëri tjetrin jashtë mureve të asaj shtëpie. Sepse tjetër gjë brenda, tjetër gjë është jashtë kur përballesh me realitetin. Mendoj se kanë goxha kimi me njëri tjetrin. Egli të duket e lumtur. Duket e lumtur. Kur jemi takuar është goxha e lumtur. Prandaj të pyeta, duke qenë mikesh me të. I ezauruam të gjithë apo kemi harruar diçka? Se di. Më duket se kemi harruar një gjë të rëndësishme në fakt. Kam harruar të të pyes për më të rëndësishmin, more, për Liamin, more, për djalin. Si e bëra këtë gabimun? Di që Liami, ti mundosh të mësosh pak pianon, mundosh ta ushqesh me dashurinë për muzikën? Ka qef muzikën, do më thëmë, po mundohem që djalit mësoj gjëra që nuk i kam mësuar unë. Okej. Dhe do thotë, mësoj piano me solfeq, mësoj këngët që duhet. Po këndon? Këndon. Di që keni një këngë tuajën shumë të preferuar ju të dy bashk. Kemi një këngë ne tani që po deshim ta bënim kështu si surprizë. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. O brida mami duhet. O jeta mami duhet. Hajde golabi. Hajde. Mirë se erdhe! Mirë se erdhe! Që ka takoj të tani? Të takoj pak unë? Nëse ti je dakord, natyrisht. Nëse ti je dakord. Hajde ki babi ti. O drit, o bot. O qaf, o djof. Më duke se është mërzitur më mërzite që po qëndroja aty mbrapa? Jo, su mërzita fare. O, mirë, okej. Kjo është rëndësishme. Mirë se erdhe, Liam. Është e vërtet që kjo kënga të pëlqen shumë edhe i pëlqen edhe babit kjo Bella Ciao? Ja. Si orë? Ma kanë thënë gabim base mua, s'ka problem, base nuk e di mirë unë. Ata. Këmë? Për fëmi. Për fëmi, pra. Po ty çfarë këngësh të pëlqen? Dhe këndojmë qika të për fëmi. Se mbaj më. Se mbaj më. Të pëlqen kur luan në piano me babin? Pëlqen atë shumë. Të pëlqen shumë? Po. Super. Po në Big Brother të pëlqen të babi? Po. Wow. Kur të pëlqen më shumë babi? Kur këndon base?